3 gabimet që nuk duhet i bëni asesi përgjatë agjerimit. Kjo është fraza që duhet ta mbani në mendje, sepse nga sonte, miliona besimtarë në çdo cep të globit nisin maratonën shpirtërore të 30 ditëve sakrificë. Por kujdes, sepse nutricionistët kanë lëshuar alarmin për disa zakone, të cilat në vend që të ndihmojnë e trondisën rënd organizmin tuaj pa e kuptuar fare, që ky muaj të mos kthehet në një betejë me kokëdhimbjen dhe pafuqinë, ja çfarë duhet evitoni me çdo kusht. E para, lidhet me të famshmën sindroma e devës, apo pirjen e ujit me zër në minutat e fundit. Shumica prej jush bëjnë gabim duke pirë 2 litra ujë 5 minuta para imsakut, me shpresën se po krijoni rezerva. Ky është një iluzion. Trupi i njeriut nuk funksionon si depozit dhe veshkat do ta eliminojnë atë ujë brenda 2 orësh, duke ju lënë sërish të dehidratuar gjatë ditës dhe duke ju prishur gjumin e natës për vizita të panevojshme në tualet. E dyta është kurthi i ushqimeve të kripura të sheqerit. Nëse tavolina juaj e syfyrit është e mbushur me suxhuk, turshi apo pite, po bëni gabim. Kripa do t'ju thojë fytin sa po të lind dielli, ndërsa sheqeri shkakton një rritje eksplozive të insulinës, që pasohet nga një rënje drastike. Kjo do të thotë se uria brutale dhe dridhja e trupit do t'ju godasin fuqishëm, që në orën 10 të mëngjesit. Dhe e treta, gjumi menjëhershëm pas ushqimit. Të hani rënd dhe të shtriheni direkt për të fituar ato pak minuta gjumë, është recetë e sigurt për refluks dhe djegje stomakut gjatë ditës. Trupi kërkon të paktën 40 minuta që të nis tretjen. Ndaj bëni kujdes sonte. Qëllimi është pastrimi dhe jo rëndimi i trupit. Agjerim të lehtë të pranuar për të gjithë.